Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Do të flasim për një personazh që kohën e fundit është shumë nëpër rrjetet sociale, komentuar shumë, përflitet në fakt për shumë lidhje, një herë u përfol që është e dashura e Laert Vasilit, në anën tjetër u përfol që është e dashura e njërit nga protagonistët e përputhen, më pas e dashura e Jozit, e dashura e Don Gjonit, unë do të kisha thënë Loredana e dashura e të gjithëve. Shpirtërisht, patjetër që është e dashura e të gjithëve, të gjithë njerëzit e duan, të gjithë njerëzit janë pasionuar pas batutave që ka bërë Loredana Brati, pas natyrës që Loredana Brati ka pas dhe pas humori që Loredana Brati ka bërë. Por, interesante në këtë mes është fakti se Loredana, që nga momenti që u largua nga përputhen, u tërhoq do me thënë nga përputhen, ajo bën diçka shumë të bukur në jetën e saj. Shkon shpesh në Kosovë, do me thënë gjithmonë kur Loredana është në Prishtinë, si që duket ndjehet shumë e privilegjuar. Mbaj mend që në intervistën që pati me Ronaldo Sharkën në televizionin Top Channel, Loredana Brati tha që unë u tërhoqa nga përputhen për disa arsyet e mia. Por në anën tjetër, Loredana Brati nuk e tregon sekretin pse shkon në Kosovë. Ajo ka hedhur këtë fotografinë që ju do shikoni, e shikoni në këndin tim të djathtë, e shikoni Loredanën e cila duket shumë e lumtur, shumë pozitive dhe shumë energjike. Por, çfarë po ndodh me fatin e saj? Çfarë po ndodh me Loredanën tonë të dashur? Shkon në Kosovë sepse ka gjetur atje gjysmën e zemrës, apo shkon në Kosovë sepse ndoshta do të starton me një kontratë të re. Kjo gjë nuk dihet. Dyshimet janë shumë të mëdha që Loredana mund të jetë pjesë e ndonjë spektaklit i cili do të na pasiononte të gjithë. Sepse Loredana nuk është një personazh që merret me muzikë, domethënë nuk është këngëtare, bëhet fjalë për një personazh i cili është modeliste, influencere apo gocë tërheqëse. Dhe përse Loredana Brati do duheshte të udhton për Kosovë? Çfarë bënte Loredana që të udhton për Kosovë? Kjo pikpyetje e madhe po bëhet nga të gjithë. Në fakt të gjithë duam të dimë për Loredanën, të gjithë duam të dimë për ditëshmërinë e saj, për rrugtimin e saj, të gjithë duam të dimë nga jeta e saj. Por Loredana, siç duket, na fal shumë pak nga privatësia dhe nuk na tregon pothuajse asnjë gjë. Loredana duket shumë e lumtur në fytyrë, po ta shohim fytyrën detajisht, sepse ne themi që fytyra është mimik. Mimika është shpjegimi i gjithçka e Loredana duket shumë e lumtur, duket shumë happy, duket shumë pozitive. Do me thënë që Kosova i bën mirë edhe i gjen veten Loredana në Kosovë, kjo gjë as nuk diskutohet fare. Kosova e kënaq dhe ja ndriçon shpirtin Loredanës. Por, për çfarë përflitet më shumë, këtë gjë nuk e dim, këtë gjë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim. Dua të marr mendimin tuaj.